Prej më shumë se 10 vitesh në qytetin e Lushnjës ushtron aktivitetin e saj fetar dhe social Kisha Ungjillore Mozaik, një komunitet besimtarësh që përveç predikimit të fjalës së Zotit, është angazhuar edhe në ndihmë konkrete për familjet në nevojë. Veprimtaria e kësaj kishe nuk është ndalur vetëm tek aspekti shpirtëror. Gjatë viteve ajo ka ofruar ndihmë ushqimore për familje me vështirësi ekonomike, ka kontribuar në rikonstruksionin e banesave për raste sociale, si edhe ka organizuar kurse mësimore për nxënës nga klasa e parë deri në të 8-ën, duke mbështetur edukimin e fëmijëve. Një tjetër kontribut i dukshëm i kishës Mozaik ka qenë ndërhyrja në parkun gjelbërues të qytetit, ku është rikonstruktuar parku i lodrave për fëmijët dhe janë vendosur stola për moshën e tretë, duke krijuar një hapësirë më funksionale dhe mikpritëse për komunitetin. Kamera e televizionit Apolloni u drejtua pastorit Sajmir Brazhdi, i cili foli mbi misionin dhe aktivitetin e kishës Ungjillore Mozaik në Lushnjë, duke theksuar se qëllimi kryesor mbetet shërbimi ndaj komunitetit dhe përhapja e vlerave të solidaritetit dhe dashurisë për tjetrin. Unë jam Sajmir Brazhdi, edhe ne po bëjmë 10 vjet që kemi lëvizur me familjen tonë që jetojmë në Lushnjë dhe ne shërbejmë në kishën Ungjillore Mozaik në Lushnjë. Fokusi jonë si shërbes, ne bëjmë shumë gjëra të ndryshme, pasi predikojmë ungjillin, ndihmojmë njerëzit në rritjen e tyre frymërore dhe shpirtërore. Si fokus ne kemi si kishë edukimin e fëmijëve. Pra një ndër gjërat kryesore që ne bëjmë pas predikimit, pas ungjillizimit, pas dishepullizimit, ne jemi fokusuar në edukimin e fëmijëve. Çdo ditë nga e hëna deri në të njëjtën, ne kemi programin pas shkollor me një mësuese e cila është profesioniste në punën e vet. Ajo vjen nga ora 2 deri në orën 4:30 dhe punon me 30 fëmijë çdo ditë nga klasa e parë deri në klasën e 8, kur ne i ndihmojmë të zhvillojnë detyrat e tyre. Pra për të parë një brez i cili të dalë nga mendësia e varfërisë, por duke menduar që mund t'ja dalin në jetë. Edhe shkollimi është një ndër këto pika. Edhe ne shkojmë fort pas kësaj pike. E dyta, ne ndihmojmë në qytet, ne ndihmojmë familjet në nevojë me ushqime, ne ndihmojmë duke restauruar shtëpitë e tyre, sidomos të besimtarëve. Kjo është pika e parë. Dhe gjithashtu kemi hyrë dhe në qytet duke restauruar vendin ku mosha e tretë qëndron pasditeve, edhe kemi restauruar parkun e fëmijëve që ndodhet në qendër të qytetit. Ne besojmë se në këtë mënyrë ne shfaqim dashurinë e Zotit tek njerëzit. E para duke qenë pranë njerëzve, e dyta duke qëndruar me njerëzit, e treta duke shpallur ungjillin që ne besojmë që Jezusi është e vetmja rrugë shpëtimi për këtë vend në cilin ne jetojmë. Ajo çfarë dua të them, ne kemi në zemër gjithashtu për të hapur dhe një mens për qytetin ose për familjet në nevojë, por janë të specifikuar në kuptimin që ne e dim kush janë disa familje dhe atyre do ju shërbejmë në fillim. Edhe besoj që kjo është një ndër gjërat më të reja që do të sjellim dhe në bashkëpunim me bashkinë do të sjellim edhe gjëra të reja me qytetin. Kjo është puna jonë e përditshme. Ne kemi zgjeruar dhe kemi mbjellë një kishë të re në Savër për para 3 vitesh, duke ndihmuar dhe komunitetin atje. Dhe dëshira jonë është të zgjerohemi akoma dhe më shumë. Për momentin kemi 2 fshatra të cilat jemi duke menduar për të zgjeruar dhe për të hapur një kishë të re, por akoma nuk jemi të sigurt pasi duam të jemi një grup i mirëfillt që është gati për të bërë një hap të tillë. Një mesazh për besimtarët që dua të them është vazhdoni të ndiqni Zotin, vazhdoni të besoni Jezu Krishtin, vazhdoni të lexoni dhe të luteni përpara Perëndisë, sepse ai dëgjon lutjen tuaj, dhe sa më afër Zotit jeni, do e kuptoni me të vërtetë se kush ju jeni. Dhe kjo është thirrja ime. Për sa i përket gjërave të tjera pastaj, nëse Zoti është primar, gjërat e tjera vijnë avash avash.